Përshëndetje, kemi këtu me bashkimin e datës 2. Data 2 maj 2026. Ka një ndikim shumë të mirë, sepse duke pasur parasysh, kemi shumë çështje të rëna pezull dikur, por në anën tjetër jemi mjaft të ndikuar, sepse duke pasur parasysh edhe punën dhe karrierën, ndryshime që vijnë nga njëra anë, kemi dhe mundësitë që na jepen. Por mos harrojmë, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më fitimprurëse, sepse gjithmonë ne e dimë se muaji maj është muaj i aspekteve pozitive, edhe pse kemi pasur probleme, kemi pasur gjëra, por duket se data 2 ka të bëjnë praktika dhe mundësia shumë të mëdha, sepse kemi të bëjmë, nuk është një ditë shumë e qetë si mund të duket, por është një ditë kur shohim në praktikë rezultatet e hënës së plotë. Ajo do të thotë kur ngarkesa e fortë emocionale, nervozizmi, prirjet dhe ndikimet që kanë bëjnë. Por megjithatë, nuk pak vëmendje do të bëjmë kur kemi, domethënë që është një ditë kur kemi ngarkesë, duhet jemi të kujdesshëm, larg konflikteve. Nuk është ditë për provokime apo diçka, është një ditë për vëzhgime. Gjithashtu, në disi përfaqe, gjëra që do të ndikojnë, gjëra që do të kemi, do t'i marrim me radhë, nga ndonjëherë duhet të jemi të kujdesshëm. Nëse kemi të bëjmë dhe në lidhje me menaxhimin e punës sonë, me menaxhimin e karrierës, menaxhimin e gjërave që na lidhet me ekonominë dhe stabilizimin, duhet të jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në këtë aspekt. Para se të fillojmë bashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz siç e shikoni atje, atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për kartës të blerjes, jeni gati pastaj ta dërgoni në sekretari dhe atje pastaj mund të dërgoni në email dhe flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Dhe në email mund t'ju shkruajmë, por që të flasim në detaje duhet të dërgoni një numër telefoni që mund t'ju marr kujt do që t'jeni juve në Shqipëri, në diasporë, në përbot, mund të dërgoni numrin dhe ose në email flasim nëpërmjet WhatsAppit. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Përsa për shenjën së dashit duket se ka të bëjnë shumë me gjëra të rëndësishme, ekonomike, financiare, gjëra që kanë të bëjnë me disa ndryshime, por këto janë ndryshime të pritshme, duke pasur parasysh kohën, duke pasur parasysh edhe punën aktuale që ka të bëjnë tani tutje, por është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për të bërë ndryshimin e madh në anën ekonomike. Dashi gjithmonë ka qenë dhe mbetet shenja më ndikuese në këtë drejtim, por me kujdes mund të nisim gjërat. Në dashuri duket se ka të bëjnë me peshorët e ditës së parë, me principet e ditës së tretë që është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Demët të duket se kanë nisur një rrugtim të ri drejt punës së tyre, drejt karrierës së tyre, por gjithashtu janë mjaft të ndikuar në lidhje me disa ndryshime që vijnë drejt tyre, kur gjërat janë shumë pozitive dhe tepër ideale, duke pasur parasysh një nga mundësitë më të arta që kanë lidhje me punën e tyre, kanë lidhje me disa ndryshime rrënjësore financiare, rrënjësore ekonomike. Ekonomike sidomos, sepse është çështjet nga më të mirat, me ndryshime të mëdha që vijnë drejt gjërave të punës ose të karrierës. Tani për tani kemi një mundësi të mirë ekonomike financiare, sepse zgjidhni një problem shumë pozitiv, jeni korrekt me njerëzit dhe me njerëzit që ju rrethojnë. Dhe kjo është diçka, një gëzim shumë i madh familjar, sepse do të keni mundësinë juve të kësaj shenje përsa përket anës ekonomike financiare, përsa përket gjërave që keni në fushën e biznesit, por gjithashtu keni edhe një mundësi të artë në lidhje me takime pune, lidhje me vendime të rëndësishme të merrni. Në dashuri duket se me virgjëresh dhe me ujor është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët do duket se tani kjo periudhë është një periudhë që vërtet ndikohet jashtëmase në lidhje me disa takime, me lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme, por nëse do të shikojmë nga çështjet e punës dhe të ekonomisë, kemi një ndikim shumë të mirë tani e tutje, ku gjërat do vinë vetvetiu, të lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me mundësinë dhe kohën e artë që vjen drejt jush.
por meqenëse se juve jeni pak të ndikuar dhe mundoheni shumë që të shikoni çfarë do të bëni në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, por unë ju them që nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar në lidhje me takimet e punës, në lidhje me disa persona të ndryshëm që kërkojnë në lidhje me ekonominë, të stabilizojnë ekonominë, të stabilizojnë gjëra të mëdha financiare, se lidhe shumë me financa. Kur lidhe me financa kemi të bëjmë edhe me gjëra të tjera që ngadonjëherë mund mos jenë ajo çka pritet, por mos mu shqetësoni sepse kjo periudhë tregon diturinë, vazhdimsinë, mundësinë e artë që keni gjatë ekonomisë, gjatë gjërave që do të keni në anën tuaj, por meqenëse kjo periudhë ka qenë dhe është mjaft ndikuese dhe pozitiviteti ju bën të ndjeni mirë në këtë drejtim dhe është një nga momentet më të arta që do të keni tani tutje. Kjo periudhë është ndikuese dhe tepër pozitive mbi ekonominë dhe stabilizimin. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e shqiptar dhe me ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Meqenëse gaforet duket se tani e tutje është dhe periudha ku gjërat do të ndryshojnë në fushën e karrierës suaj, meqenëse keni lindur për karrierë dhe juve e keni, gaforet gjithmonë janë një hap para asaj çfarë ndodh, janë një hap para asaj çfarë ta kërkojnë dhe ndërtojnë urat e komunikimit për punën, për karrierën, për ndryshimin, marrjen e vendimeve të rëndësishme dhe është një moment mjaft i mirë tani e tutje ku do shikojnë që gjërat të ndodhin, gjërat të rregullohen dhe është edhe periudha ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal mundësive dhe korrektësisë suaj në ekonomi. Pastaj gjërat e tjera mund të lidhen edhe me çështje të tjera të ndryshimit të madh financiar që do të keni dhe mundësi të arta që do të keni në vazhdimsi. Por megjithatë, kjo periudhë është periudha juaj ku do të shikoni, të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Prandaj mos mos shqetësoni fare sepse kjo periudhë është mjaft e ndikuar, por meqense ka një mundësi tani, një mundësi mjaft të mirë ekonomike financiare, ka një mundësi që për juve do të keni kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me takime pune, në lidhje me një person të tretë që do e shikoni lidhje me punë, lidhje me karrierë, lidhje me ndryshimet që do të keni tani tutje dhe vendimet që do të merrni janë mjaft pozitive. Por juve sa jeni të gatshëm të përgjigjeni kërkesave ose çështjeve të tjera që do keni tani tutje. Por me sa duket, juve e keni mundësinë, jeni në anën tuaj më të mirëmundshme dhe kjo periudhë është e juaja për sa përket stabilizimit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të diçit parë, me ujor të diçit të tretë, është koha ideale, perfekte për jetën dhe vazhdimsinë tuaj. Jo vetëm kaq, por keni dhe një bashkim familjar me dashjet e diçit parë dhe me akrepa, ne bini pas mos e lini pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë luani. Por ju që luani të duket se tani është koha dhe periudha më e mirë e mundshme për stabilizuar anën ekonomike financiare dhe lidhje me biznesin, por nëse juve keni pasur disa gjëra të vështira ose do të bëni ndryshim biznesi, ka ardhur koha dhe momenti dhe është pikërisht ky moment tani. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është periudha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave të mëdha, sidomos në lidhje, sidomos në punë, sidomos në karrierë, sidomos në vazhdimsi të gjërave që do të keni, është pikërisht ky moment. Prandaj bini pas mos e lini pas dore, sepse nga dita e sotme në vazhdim, edhe pse me vështirësi gjërat, por janë të mbara dhe në vazhdim e keni dhe korrektësinë tuaj në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë e diçit parë, me shigjetarët e diçit tretë që është perfektja, me ujor është vetjeta. Shkojmë tek shenja radhës që do thotë Virgjëresha. Për Virgjëresha duket se kanë mundësinë, kanë dhe kohën e duhur për sa i përket zgjidhjes së gjërave të konflikteve të vjetra mund keni pasur ose disa çështje të vështira financiare ekonomike, por unë do të thosha këtë gjën tjetër që juve e keni dhe si mundësi, është dhe si kohë për zhvillime dhe ndryshime të mëdha financiare, ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet, sepse keni suksesin në brenda, jeni mjaft të dhënë mbas ekonomisë dhe mbas stabilizimeve të mëdha që do të keni tani tutje. Është një nga mundësitë më të arta, mundësitë më të mira në ekonomi, në stabilizime dhe në drejtime të ndryshme që do të keni. Por mos harroni se çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet, por nëse juve keni pasur probleme të mbartur ose gjëra të kësaj natyre, duket se Virgjëreshat nga tani tutje do fillojnë të kenë një rinovim të gjërave të mëdha, sepse
ose përgatiten për javën që vjen, përgatiten për gjëra që do të kenë, por kjo fundjavë është mjaft nikuse dhe rrezatuese në atë që bëhen, ato që ata kanë dhe është momenti juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe diçit parë me ujortë dhe diçit tjetër është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës që do të thotë peshorja. Për peshorja duket se vërtet mund të thotë shumë gjëra, ose mund të ketë ato gjëra që të kërkon edhe dëshiron adhuron për veten e vet, por unë i them që është momenti dhe koha, është plotësimi i dëshirës dhe i vazhdimësisë për sa i përket punës, për sa i përket ndryshimeve të mëdha dhe anës ekonomike financiare. Meqenëse lidhet me financat, lidhje me ndryshime të mëdha që vijnë, lidhje me një mundësi të artë që keni, nga mundësitë juaja, është koha juaj, është koha e ndryshimeve të mëdha, sepse kjo periudhë, ky moment është juaj në lidhje me ndryshimet të mëdha që vijnë, lidhje me një nga mundësitë më të mira që keni pas ose keni në jetën e përditshmërinë tuaj, por një ndryshim që do të keni dhe në lidhje me punën tuaj aktuale, ku e keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problemet. Në çështje shpirtërore, lidhje që keni të bëni me luantë dhe diçit parë, lidhje me dashtë dhe diçit tretë që është perfektja, edhe pse disa gjëra të vogla janë pozitive dhe jo problematike. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë akrepi. Përsa përket akrepët duket se kanë në dorë shumë gjëra për të realizuar në punë, në karrierë, në ndryshime të mëdha që vijnë. Por ky moment është momenti juaj dhe për caktimi i punës suaj, i marrjeve vendime të rëndësishme në anën tuaj, sepse do ka pasur parasysh edhe kjo periudhë është periudha juaj më e mirë e mundshme për të stabilizuar ekonominë tuaj, për të stabilizuar gjërat pas stabilizuar me përpara kishte shumë vështirësi, mundoheshit shumë por nuk zgjidhni gjërat që donit, por vjen momenti tani, është koha juaj, është ajo çka juve prisni, është ajo çka unë dua të bëj dhe realizoj. Pra gjithçka realizohet në kohë reale. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dëmtë dhe diçit parë, me ujortë dhe diçit të tretë, është perfekte, por një kujdes të veçantë do të bëni me bricjapët dhe diçit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët, në fakt, shigjetarët tani e tutje kanë mundësinë, kanë kohën, kanë ndryshimin më i madh që ata kanë në anën ekonomike financiare, kanë një moment shumë të mirë tani sepse edhe për punën, por edhe për kohën e duhur që ata kanë, që çdo gjë rregullohet, çdo gjë stabilizohet, në fushën ekonomike stabilizohet në gjëra që kërkojnë dhe duan, por është një mundësi tani, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në korrekte nga ana juaj për anën e financave dhe biznesit, për anën e punës dhe të karrierës suaj, por një gjë është saktë sepse është realizimi dhe konkretizimi i gjërave të mëdha financiare ekonomike që juve i realizoni. Kjo është diçka reale, është diçka shumë pozitive, është diçka që vërtet me kalimin e kohës juve i keni të gjitha mundësitë edhe të zgjidhjeve të problematikave që keni pasur në një kohë, por vjen dhe një moment tani, është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar ekonominë dhe punën tuaj. Në anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me virgjëresh është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë bricjapi. Për bricjapët duket se për këtë ditë, si fillim muaji, është fillimi dhe mbari i gjërave të mëdha që do të keni, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me një takim, sepse dita e shtunë, dita e Saturnit, dita e rregullimit, domethënë stabilizimeve ekonomiko-financiare, por gjithashtu ka diçka shumë të madhe për sa i përket stabilizimit të financave dhe të punës suaj të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët dhe diçit parë, me dëmtë dhe diçit tretë që është perfektja, por pak vëmendje do të bëni me gaforët dhe diçit dytë, sepse këtu ka paksa. Ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, por mirë është që ta stabilizoni një herë mirë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Ujorët e dashur po të vini re ditën e sotme, shumë ndikoheshit juve tek shenjat e tjera. Ndikoni sepse ndikimi i uranit në një farë mënyre ju jep kohë dhe mundësi për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve, por urani në shenjë ajri, në shtëpinë tuaj të ndikimit të madh, që bën edhe në lidhje me anën ekonomike financiare, sepse urani guvernatori juaj është në shenjë e binjakëve, në një shenjë mjaft pozitive, gjithmonë kanë të bëjnë me shenjat ajrit dhe është mundësia më e mirë mundshme për stabilizimin e punës dhe të karrierës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët dhe diçit parë, me binjakët dhe diçit tretë është perfektja dhe jo vetëm. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë peshqit. Për sa i përket shenjës së peshqeve, duket se kjo periudhë është një periudhë që ndryshon shumë gjëra në ekonomi, në vazhdimsi do thosha unë, por edhe dita e sotme është një ditë mjaft
ndikuese, rrezatuese në atë që bëhet dhe ana ekonomike stabilizimi i saj, duket se keni mundësinë dhe kohën e duhur për bërë lëvizjet e duhura në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetarët e ditës parë me binjak është perfekta, por mos harroni se në virgjëresht është vetë jeta. Edhe një nga ndryshimet e dokumentacionit që keni, sepse pikërisht kjo ditë merret shumë me bisedimet në lidhje me dokumentacionet, do të thonë juve ditë shtune janë mbyllur institucionet e ndryshme, por jo, nuk ka të bëjnë sepse juve mund të bisedoni në kafe, në bisedë të rëndësishme, të ngrohtë për zgjidhur problemin tuaj dhe këtë e zgjidhni sepse është koha mjaft e mirë dhe mjaft pozitive në gjërat që kërkoni. Kurse në çështjet e tjera të komunikimit, të stabilizimit, të gjërave të tjera që do të pasojmë më tej, është një kohë mjaft e mirë dhe shumë pozitive në jetën tuaj. Por gjithashtu e përgjithshme duket e mbar dhe jo vetëm, prandaj mos e lini pas dore. Një udhëtim bashkim familjar do jetë me binjak të ditës parë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht të kësaj dite të datës 2 maj 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë më kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni bashkimin e detajuar, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të parë dhe për të shikuar se qysh dhe çfarë doni të merr. Duke bler paketën tuaj, do shkoni tek sekretaria, atje dërgoni emailin dhe duke dërguar emailin, flasni bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit për gjithçka ju intereson. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat duke klikuar dhe të gjitha dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe merrni drejt për së drejti përgjigje. Nga unë Grupulla ju uroj një fundjavë të mbar dhe të lumtur dhe muaj të mbar. Gjithë mirë.